Ka dhe një gjë, duke qenë glukozi i ulët është i mjaltë gjithë përfshirës. Do të thënë, i mjaltë që përdorin njerëzit normal, përdorin njerëzit që kanë diabet, nuk ndikon fare te sheqeri. Do të thënë, për shembull, folëm pak më parë për marën. Mjaltin e marrës mund ta konsumojnë gjithë diabetikët. Nuk i rrit fare sheqeri i gjak, është shumë normal. Po, për shembull, çfarë dallon një mjalt i një lule me një lule tjetër? Ja, për shembull, po shoh disa lule këtu, nuk e di nëse në të gjitha lulet merret mjalt. Ky është tërfili. Tërfili, ky këtu i bardhë. Ky është mund të themi mizotrus, te mjalti jon shumë lulësh, sepse në mjaltin kryesor kemi shumë lulëshin. Shumë lulëshin. Do vjet fjala që përfshin gjitha lulet e muajit maj qershor. Dhe kryesore kemi tërfilin këtu. Në tërfili është gati 70% të gjithë fshatet është tërfil. Po shikosh patet e rrugës, gjithë rrugët, gjithë natyra këtu është vetëm me tërfil. Edhe për shembull, ne që merrem me këtë punë, për shembull, e kuptojmë kur marrim shumë lulshin, themi që këtë vit është mizotrus tërfili, apo është nga aroma, nga ngjyra, nga shija, nga aroma, për shembull, tërfili ka një aromë tjetër. Kur e hap vazon e mjaltit tërfilit ka një aromë, për shembull, që ne që kemi kohë e njohim më një herë, domethënë. Ca mjalti i shërbelit kur ka shumë shërbel, mjalti ka shumë nektar të shërbelit, ka aromë më të rëndë, është më fortë se tërfili. Por që normalisht nuk ka të sasinë e tërfilit, sepse ka më pak shërbel sa tërfil në zonën tonë. Sa kohë i kushton procesi të bletëritjes? Shiko, zakonisht thuhet që bletëria është e thjeshtë, mjafton veri kollare, thonë njerëzit, edhe nuk ka nevojë fare, është e thjeshtë. Por realisht, kur je profesionist bletësh, kur ke një sasi të madhe ose një numër të madh bletësh, nuk është me sport, është një punë që kërkon shumë pasion çdo muaj të vitit. Fillon që janari deri në dhjetor ka vetëm punë. Por normalisht ka muaj që është puna më e ulët normalisht. Janari shkurti për shembull është më pakt në punë, pastaj marsi fillon normalisht puna e rritet, por muajt që është puna më e madhe janë muajt e prillit, maj dhe qershorit, ku puna është shumë e madhe, sepse fillon shtektimi i bletëve, lëvizja e tyre, etj. Fillon rohitja që pam dhe në fillim të filmimit. Një ndër ata që na pritën sot prap në fermën Zhapokik është edhe Gëzim Shehu, një ish mësues i biokimisë. Është baba i Alkesit që dëgjuat më parë. Gëzim, faleminderit shumë që na hape dyert sot. S'ka përgjigje, kemi derën e hapur gjithmonë për të gjithë njerëzit. Po sot ju keni ardhur shpejt, nuk është koha e mjaltit, se do ju kishim qerasur me mjalt të ri. Ky mjalti që është këtu, është mjalt i vitit kaluar, është mjalt lofate. Shumë i mirë. Fshati jon është pothuajse i mbjell me lofat, që kur tjetë plantacion i mbjell nga njeriu. Gjithandej është lofat. Do ishte bukur të kishte ardhur muajin prill ose mars, fund marsit, është komplet fshati i kuq nga lulet e lofatës. Jep këtë mjalt, bleta përveç mjaltit, ka dhe prodhime të tjera që janë shumë të domosdoshme për njeriu. Qumshi i bletës ka marrë një rëndësi të madhe sot dhe ka një tërheqje goxha të madh. Njerëzit tani kanë filluar të janë ndjejnë leverdin dhe ka kërkesa të bollshme për qumësh blete. Ne kemi pasur kërkesa jo vetëm brenda Beratit e në Shqipëri me fjalë, po edhe jashtë shtetit, duke filluar që nga Italia, Gjermania, Anglia, edhe në Amerikë kemi çuar.
Nuk ka ndonjë problem në transport? Asnjë lloj problemi? Problemi transport qumshi Bletës futet në shishe, janë shishet e errta. I fusim kamber kalep prej Shkumdetit, që futen brenda Shkumdetit, dhe janë disa termus të vegjël që ruajnë temperaturën. Dhe kryesisht ne kemi bërë transportin me avion, do që shkon brenda ditës. Në cilin shtet kërkohen më shumë? Më shumë, mua më kanë kërkuar ish nxënësit e mi nga Anglia. Në Angli më kanë kërkuar shumë. Mjalti i Zhapokikës deri në Angli. Deri në Angli. Po janë refugjat zonës me fjalë të Beratit dhe shokët e tyre, domethënë ecën këtu duke prezantuar shokët e tyre. Dhe kjo ka qenë. Ndërkohë po më thoje që ajo duke në dorë lidhet me qumshin e Bletës. Kjo lidhet me qumshin e Bletës. Këto janë kubzat këtu. Para se të nxjerrësh qumshin, unë këtë e fus për 3 ditë tek Bleta. E fus bosh, pa i futur vezët e Bletës këtu. Vetëm për ta pastruar Bleta dhe për t'i dhënë atë erën e saj. Bleta që do nxjerrë qumësh, do të jetë bletë e fuqishme, dhe kur them e fuqishme, unë e mbaj me 9 pjellje. Dhe në kornizën e 10 i fus këte. Janë disa spatula të vogla që të këto kubat e kuqe, unë fus nga një vezë blete këtu, dhe mbasi kam plotësuar këto kanë nga 15, e fus tek Bleta, mbas 3 ditësh ose 72 orësh, shkoj e marr. Fillimisht do gjejmë një krim këtu, që është Bleta, faza larvare e Bletës, e heqim atë, dhe është qumshi që do rriste atë larvën për ta bërë bletë punëtore, atë që pat juve që po fluturonte. Dhe kjo është e mbledhim atë dhe e fusim për ato shishet e vogla, 10 ml ose 15 ml ose dhe 20 ml, sipas kërkesave që kemi. Bleta riprodhimin është vetëm një në terrat ushtrit madhe që kalon nga 40.000 deri në 70.000 tek bletët e fuqishme individ, që janë 3 lloj individësh, është bleta punëtore, është jemi, bleta punëtore, mashkulli dhe mema. Ose ama, siç e flasim neve të grupi i Zoomit, mema është vetëm për të pjellë vezët. Dhe sa më mirë t'jetë mema, sa më pjellore t'jetë mema, aq më rasti që kishim sot, arka ishte mbushur me bletë, nuk mbante me bletë, u detyrua që gjysma e ushtrisë që ishte brenda në ark, të lëshohej terroriste, dhe mbeti ka mbetur gjysma tjetër atje. Unë tani do vetë ta kontrolloj atë bletë, sepse ajo bletë ka çibuk të tjerë brenda. Çibuk quhet fazat e zhvillimit të amës, nga veza që ka vendosur unë deri në ditën e 15. Në 15 del mema. Në momenti që del mema, mema e vjetër merr gjysmën e ushtrisë dhe largohet. Këtu rri mema e e reja, ajo që ka dalë. Por nëse do kemi çibuk të tjerë, ama që dalin ema të tjera, ajo ndahet përsëri në 2, në 4, vazhdon të ndahet, edhe nuk merr mjalt nga ajo. Atëherë, detyra ime çfarë është? Do shkoj të gjitha çibukët e tjerë që janë pa dalë, do shkoj t'i nxjerr, do t'i prish ata çibuk, dhe ajo blet mua nuk më rojit me. Nëse unë e mbaj për shtesë, unë ata çibuk i marr me 2 korniza miz dhe i fus në arka të tjera. Dhe gjatë kohës, ato bletë të tjera të fuqishme, ju marr nga një kornizë me pjellje dhe ose me miz dhe e fuqizoj atë deri në dimër. Kjo është punë e bukur. Do ma shpjegosh pak si e mbledhni ju bletën pasi ka ikur? Ajo lëshon dhe shkon e mblidhet me një pemë. 20-30 metra. 20-30 metra. Çfarë tërheq apo thjesht? Ajo do iki, do lvizi, po para se të shkojë aty tek pema, ajo ka dërguar ato bletët gjurmuse që kanë zgjedhur vendin ku do ulen. Unë kam fatin e keq se të gjitha pemës tu rreth e qark në largësi 25 metra të larta të gjitha, dhe siç e pat dhe vetje sa lart ishte mbledhur. Dhe mbasi e mbledh atë, e futëm tek arka atje. Arkës i futa 3 korniza të reja, me gjithë se ajo donte 5. Unë 3, se po nxitoja se isha vetëm. I futa 3 korniza,
procesin se si e ula me kovë që lartë e patë, me gjithë se ishte e vështirë, se isha i pa përgatitur për atë punë, dhe e bera me ristela atë kovën, ajo doj një dru një qikë më të fort, që të mos lëkundej. Dhe ta kisha të fort, që ta godisja emra atje, bjen kova ajo, edhe ullë me njerë, e derë tek arka. Kur thua isha i pa përgatitur, një blet ta lë të kuptosh se kur ajo e ka Po, atë fazën që të lëshon? e le, më të tregon, se ajo ka nxirë çibukun në përpara, po unë duke pasur shumë, duke qenë një qik plak, nuk i harri do të ti kap të gjitha në kohën e duhur me një fjalë. Zoti Gzim, kur e keni nisur profesionin bletëritësit? Tani unë kam pasur 2 kështu shkallë, ose 3 periuda të them. Periuda e rinis, kam bajtur i matë, po unë nuk shkoja fare. Shkoja e ndihmoja vetëm për të vjellë, dhe vetëm centrifugë. Pasaj mbasi iku babi në botën tjetër, më mbeti mua bara, filloj të merresha, por të kujtoja dhe në beja të punë që kështë e ber babi. Po në kotën verit s'ka pasur këto smundje që janë, jo varetoza, jo osteoporoza, jo smundje të ndryshme, pjesë amerikane, pjesë europiane, nuk s'janë njohur në atë. Pas ka qenë për blet, për dikë pas ka qenë e mirë kohën verit, për blet. Ka qenë, neve jemi rritu me blet, jemi shkolluar 3 fëmijë me blet. I matë merte vetëm 1 milion, merte vetëm 1.000, si thonë, 1.000 lek të asaj kohe, pension lufte, me merte 700 lek, 600 lek, 500 lek në muaj në kooperativ, në një kohë që bursa ime ishte 3.600 lek. Dhe ju shkolluat duke shitur mjaltin? Duke shitur mjalt, po mjaltin para 90 s'kishte çmim goxha të lartë, dhe po të bëjmë një krahasim, atëherë çmimi ishte 250 lek. Aq sa ishte rroga ime si drejtor. Në rroga ditore ime si drejtor ishte 250 lek. 250 lek ishte dhe kilja e mjaltit. Që i takon sot tjetë 50.000 lek, dhe nëse aq është rroga i drejtori sot rroga ditore. Me që ishim të cilësia e mjaltit, mund të më thuash ku dallon një mjalt me cilësi të mirë nga një mjalt me një cilësi më pak të mirë? Mjalti nga cilësia dallon vetëm nga lloji i kullotës. Unë më pëlqen shumë mjalti i bregdetit, që është mjalti i agrumeve, i portokalleve, i mandarinave. Shokët e mi Saran, për shembull, i kanë vjellë tani, që po flasim bashkë. Ndërsa tek neve, dhe për zonën tonë mbajt mjalti i shërebelës. Kjo zonë ka shumë shërebel. Ka shumë shërebel. Terpani, Qorogjafi, Reova, Zhabokika, do në kanë mbajtur para viteve 90 peshën e madhe bashkë me gjithë sinjën të shërebelës që mbledhëm. Kooperativa jone kishte 600 kuintal planin vjetor dhe shkonin dhe 700-800. Ishte prodhimtari, veç se tani janë shtuar shumë pletët, kanë hyrë shumë pletë të rritës, si qoja pletë të rritës të rinj, por që ata bëhen shkaktar për të përhapur smundje tek bletët, se nuk din t'i kurojnë, nuk din t'i mirëmbajnë, nuk... Edhe ata bëhen shkaktar për të përhapur smundjet. Bletaria, se tha më parë që në kohën kur nuk vija tek bletët, i matë bente vetëm punë mekanike. Bente arkën, ju fuste kornizat, nxirte mjaltin dhe kaq, nuk ishte problem smundjesh dhe gjera. Ndërsa kur fillova, nga fundi viteve 80, filloi të shfaq varetoza, është një smundjesh, një parazit tip kërpushe, kap bletën dhe e zhduk bletën. Dhe nuk është vetëm proces, dhe nuk ndodhë këtë proces vetëm në Shqipëri, në gjithë botën. Po si luftohen këto smundje? Tani vetëm me ilaçe të ndryshme. Unë kam pasur fatin që të bashkëpunoj me doktor Plum Aleksin, që është nga më të mirët që ka Universiteti i Kamzës. Se po më përmendje pak para një grup në Zoom, në Zoom, po. Aty kemi shkencëtarë nga Malizi, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, nga diaspora, nga Gjermania, nga Italia, nga Greqia. Ju bashkëpunoni për të ndarë ide apo për tregti? Jo tregti, jo për ide. Kemi pasaja profesor italian, që këta që janë në Itali bashkë bisedojnë me ta dhe na lidhin në Zoom neve, profesor grek, turq,
anglez, gjerman, profesor të nivelit të lartë, ki punojnë në institute kërkimore. Dhe kemi përfituar shumë. Kjo është periudha që unë tani e quaj veten bletar, nuk e quaj me pesyje, po jam bletar që ditë rris blet në një fjalë, pa merak. Ndërsa para 10 vjetësh isha një bletar amator. Ta një bletrit si më i mirë në Berat. Jo, nuk mund ta them atë. Po jam i kënaqur se me këto bletëse tash me rrogën e shtetit si kemi qenë rëgrua neve, nuk mund t'i shkolloni fëmijët, e dini kush është kosto, ju jeni të rinj vetë, e dini sa është kosto universitetit. E dini sa është kosto të blesh një palë shtëpi, të blesh shtëpi tjera për djalin, ti mobilosh, të vish atje këtu, të besh shtëpi prapë në fshat. Janë pikërisht këto bletë. Nuk është vetëm mjalti, tash është edhe qumshi, është edhe propolisi, është edhe poleni, janë gjitha këto produkte që i blejnë. Se folëm pak edhe për zoomin e këtë teknologjinë, do vim pak të breziri, sa të interesuar janë për këtë profesion? Fatkeqësisht nuk shikoj të grupi jonë të zoomi, nuk shikoj shumë pak, kur them të rinj, bet fjalë mbi 40 vjeç, do në mosha juaj universitar dhe kështu s'kam para asnjë tek zoomi. Ne jemi gati 3500 veta, që nga Amerika e këtu me fjalë që lidhimi po si pas jush pse ndodh, nuk flitet sa duhet? Jo, flitet, po janë të interesuar, ju pëlqen qefi, se bleta është punë, se gjithë kanë idenë që bleta është punë sport, je punë qefi, je punë ashtu, jo, është punë me djerës, është punë që lodhesh. Unë kush e disa herë flepa drek e ha drek në orën 6, se vi që andeja i lodhur ashtu, do shtrijem krevat, në kap gjumi, kështu, vetëm kur filloj të mbërdhi atere, zgjohem, shikoj orën, ora 6, do ha drek në orën 6, dark pasaj po më hengër, do ha, po s'më hengër, është punë e lodhshme. Megjithatë, çdo gjesh me qef, se fillimisht unë kam nisur me qef me sport, pasaj bëhet smundje. Fillon ta krimi jo ta bëj dhe këtë kështu. Eksperimente kemi bërë plot, kemi dështuar kush e disa herë, kemi fituar nga jo që dështon fiton një përvojë se bën me atë, bën diçka tjetër. Edhe fillon. Tani unë këtu në tavolinë nuk shoh vetëm mjaltin, në fakt po shoh edhe një produkt tjetër që është uthulla e mollës. Uthulla e mollës egër. Fshati jo. Madje po ta bësh kështu ka edhe nga këto të mollës shumë i mirë. Fshati jon ka shumë mollë egra, po problemi është që s'kemi shumë punëtor. S'kemi punëtor për ta mbledhur. Unë kam një 3-4 rrenjë tek baçja ime, ato bëjnë 2 fuqi dhe i mbir mollën e egër shkon e merr në frashër të Përmetit. Zhapoki ka mollë të egra? Ka goxha mollë të egra. Dhe kjo molla këtu të cepi shtëpis këtu mollë egrash, e keni parë që e kisha kruajtur me traktor kështu dhe se kisha shkulur, se është mollë egra. Ajo më jep një fuqi me dhe ka plot mollë të egra, po ato janë tani në përferra, në përgjera që s'kam punëtor të mbledh. Unë bile nuk gjej punëtor për të ngarkuar dhe shkarkuar bletën. Ja, e shifni aty. Makina shkon mund mes parkut, dhe atje ku i qoj unë mes parkut. Ata punëtorët, unë ju them, urdhoni 30.000 lekë, vetëm sa të ngrini që këtu, të hidhni spod makinës. Afrohet makina në fund të rrjeshtit. Marzolla se janë, nuk e gjen një punëtor. Jam detyruar vetë të ngarkoj, me fjalë, po tashin mosha e bën punën e saja. Si jam e gëzimi parë që ngarkoja 100 bledu vetë. Tani ande këtë janë qik. Me shoferit me të lutur javë një qik. Do të gëzim më thej që breziri nuk ka shumë interes për bletëritjen, megjithatë ti ke arritur t'ja trashëgosh Alkesi djalit tënd. Po shikon Leverdin Alkesi faktikisht. Shikon Leverdin me këto blet, jo se kemi bërë parat madhe, po kemi mbyllur hallet e shtëpis. Bletërit të pasur nuk ka. Ka bletërit që duan zanatin, që i merë pasionin me vete. Unë shikoj në Zoom kosovar, në shoqëria jo në Zoomit. Profesor Ibrahim Vishaj është goxha pleqëri dhe është i apasionuar, diskuton, pyet e bën me gjitha duket është njeriu model që e kap. Pra të jesh bletëritës duhet të kesh një lloj raporti edhe shpirtëror me punën. Edhe shpirtëror. Se po më thoje profesioni im ka qenë mësues. Po më shumë jam marrë me mësuesët se kanë qenë drejtues nga 30 vjet. Edhe
kam qenë i lodhur, bile kur e kam mbushur 5 mars, ditën e daljes pension, ju thoshja shokëve, po më thoshin ta shty me mbyllë këtë vit ande këteja, absolutisht nuk duroja, s'kisha merr nerva këta shtyja. Ndërsa kur hyn te Bletët, i harron gjitha hallet, edhe hallin e madh keq në shtëpi, je i përqendruar aty, po shikon si po ecën puna, ç'a defekti ka, ç'a do besh. Është një Ty të kanë ndihmuar dega që ke kryer, se biokimia lidhet disi? Ja, më kanë ndihmuar. Më kam pasur fatin e madh, kam pasur 2 profesor të sistematikës, njëri nga ta nuk jeton, Babi Ruci, kishin një sistematicient mbas Kol Paparistos, është ai dhe Mustafa Demiri. Çfarë mund të na thuash për Bletën nga ana biologjike? Çfarë ka një gjë të veçantë Bleta? Bleta është me gjak të ftohtë. Ajo ka hemolimf, nuk ka gjakun siç e kemi neve, quhet hemolimf. Dhe me ngritjen e temperaturës, ajo bëhet aktive siç është tani. Ndërsa kur vetëm minus temperatura, ajo është në gjumë, themile, siç bjen zvaranikët në gjumë. E njëjta gjë edhe Bletët. Bile një shoku jon kishte bërë një eksperimentit, kishte mbushur një kavanos me bletë dhe kishte futur tek lloma e akullit në frigorifer, kishte ngrirë gjitha. E mori që aty e nxori e la kavanozin diell, u ngjallën gjitha fluturuan. Po mirë, unë kam parë që dalin dhe ndimër, për shkak si shpjegoj. Ato dalin për të kryer nevojat personale. Po nuk punojnë. Nuk punojnë, po s'kan ku shkojnë, se Bleta punon kur ka për të ngrënë. Nëse ajo do gjej jashtë, del jashtë. Po ndonjë lule dimrore nga këto lule nuk prodhojnë aty, prapë edhe për gjetën. Këtu tek neve nuk ka, se këtu ku jemi neve, fundin e ndorit bëhet akull, domethënë rrëshqet. Unë në 10 tetor, 15 tetor, 5 tetor, domethënë si të hapi marja, do ai fshati atje Zhitomi, i çoj atje. Marr një dorë. I zhvendos nga këtu atje? Po, i zhvendos nga këtu i çoj atje. Pse, çfarë ka aty? Aty ka mare, koqimarja. Okej. Erikarborea si quhet në latinisht. Dhe po të kesh bletë forta, aty merr prodhim të bollshëm dhe nuk i plotson dot gjithë klientët. Sot i gëzim, unë nuk e di tani, unë nuk kam më pyetje, po do doja shumë të më thoje diçka që ti vetë ke merak të na tregosh neve audiencës, si mua brezitëri, si gjithëve ata cilët na shikojnë. Meraku im i madh është vetëm ky që po shikoj shumë pak të rinj, shumë pak të rinj që merren me Bletën. Shumë pak të rinj. Dhe nuk është vetëm problemi jonë. Të njëjtën ndjen edhe ata profesorët italianë që punonin në Institutin e Palermos. Dhe njeri që punon në Zvicër prapë, zviceranët me Bletën ka necur shumë, janë ndër të parët që kanë prodhuar ilaçet për zhdukjen e morrit të varroa destruktor. Dhe zviceranët kanë ecur goxha kështu, por dhe atje është njëjti problem si këtu që brezi i ri se ka. Tani është koha e elektronikës. Me këtë që the, unë doja të thoja që unë jam rritur në një familje besimtare dhe për ne krijesa më e shenjtë në këtë tokë është Bleta. Unë doja ta mbyllja vetëm duke thënë që Zoti ju bekof për punën që bëni. Faleminderit. Dhe inshallah kam sa më shumë kërkesa nga brezi i ri. Faleminderit. Inshallah e duam me ne këtë. Veç se Darwini i madh ka thënë, nëse do është duket Bleta, 3/4 ose më saktë 70% e bimësisë që riprodhohet me anë të luleve, do të zhduket dhe do jetë problem për jetesën e njeriut pasaj. S'do kemi me as qeshi, as moll, as dardh, pra çdo gjë që edhe këto të egrat me fjalë, çdo gjë që ku shkon Bleta, që i pjalmohen, do zhdukeshin. S'do lini pas ardhës, po mos ishte Bleta, mos Ka që rëndësishme është Bleta.